Po mere me zonën e Rrugovës. Është një rrugë, dhe më thanë, që nga Peja dhe në Kuqish që është skandal. Skandal, dhe më thanë, dhe është një problem jashtëzakonisht i madh. Dhe më thanë, ato biznisi që janë me mija mi fjalë, ato janë të përsekutuar, dhe më thanë, mosprurja e turizme është prej masa të tyre, dhe më thanë, prej rrugës. Dhe këto do të bëjë çmos, dhe më thanë, ne si subjekt, si alternativë, do ngrimë zërin institucionet tona mi fjalë me krimin institucionet, urgjent të vihet dorë, pavarësisht që është hap tenderi për projektin, realizimin, po nuk ka implementim, dhe më thanë, që urgjent të kryet ajo rrugë, të bëhet rruga, dhe më thanë, të hapet kufiri dhe ju siguroj, dhe më thanë, Kosova ka përqen trend për turizmin malor, dhe më thanë, që ka për t'ja kaluar rajonit. Dhe diçka tjetër, dhe më thanë, që unë do të luftoj me shumë fanatizëm i fjalë të institucionet e qeverisë e Kosovës në sektorin e hotelerisë dhe turizmit, dhe më thanë, të vësheja të ullet. Mos tjetë 18%. Këtë, po... Mos tjetë 18%. Mendoni se sot është normë shumë e lartë? Shumë e lartë. Dhe duhet marrim, ndigjoni se çfarë ndodh. Maqedonia e ka ullë të vëshin e kanë e 5. Shteti Maqedonas për çdo turist që fut në territorin e Maqedonisë e subvencionon subjektin, pritës. Shqipëria e ka ullë të vëshin. Shqipëria sot po bën bum turistik, dhe më thonë, si në turizmin e Bregdetit, shërbime, po edhe malor. Dhe që ndodhë të shi, ne nuk themi që unë ka vite që kom luftu mi fjale dhe në takime me grupet parlamentare, me ministrin, me ministrat, jo vetëm me këtë ministrin, për edhe para 4 vjetë mi fjale, me ministrin tjetër, që të ullit të vësheja. Pse mos të ullit të vësheja në 8%? Nuk kërkojmë 5%, ullit 8%. Dhe do rritet sfera e interesis e prurjes e turizme. Dhe do ketë qarkullim më të madh, do ketë zhvillim më të madh, dhe arka shtetit me do mushet më shumë se sa tash. Dhe më thënë, kjo do jetë një prej synimeve tona dhe kemi në programin, dhe më thënë, të forcës tonë, alternativa që do luftojmë, fokusi kryesor do jetë fusha turizmin, ne si alternativë që kemi, dhe më thënë, që do t'i shtyjmë.